Kuj do t'ja merrte mendja se duke ngrënë rrushët çdo ditë në këto orë do të kuroni këto probleme. Rrushi është rritur mbi tokë prej mira vitesh me radhë. Ai është një frut i pasur me ushqyes dhe antioksidant, të cilët i bëjnë mirë shëndetit. Përfitimet kryesore që do të merrni në organizëm pas konsumit të rrushit do t'jenë vërtet të mëdha. Ai përmban gjithashtu nivele të larta të vitaminës C dhe vitaminës K, shumë të rëndësishme për aktivitetet tuaja jetësore. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Një filxhan me rrush do të plotësojë rreth 27% të dozës rekomanduar ditore të vitaminës C dhe 28% të vitaminës K. Sipas studimeve të Healthline, rrushi është i pasur gjithashtu edhe me vitaminën B6, kalium, fiber, mangan dhe antioksidant të fuqishëm, që mund të luajë një rol të mirë parandalues kundër radikaleve të lira dhe mbrojtjen e shëndetit tuaj në tërësi. Këto të fundit ofrojnë përfitime të mira unike në regjistrimin e një shëndeti të mirë dhe mbrojtjen kundër luhatjeve të sheqerit dhe problemeve të zemrës. Shtimi i rrushit në vaktet tuaja ditore do të ofrojë një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj kardiak. Disa prej përbërësve më të fuqishëm që mund të gjeni te rrushi janë edhe elementët e tij që mund të mbrojë kundër sëmundjeve në zemër dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ka studime të cilave u referohemi që konfirmojnë se konsumi i rrushit në përditshmërinë e dietave tuaja mund të ndihmojë në uljen e presionit të gjakut dhe problemeve të kolesterolit. Rrushi do të përfitojë edhe vlera të mëdha për shëndetin tuaj të syve. Përbërësit bimor të rrushit, siç janë rezervatroli, luteina dhe zeakanthina, ofrojnë një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj të syve, duke parandaluar gjithashtu edhe problemet e glaukomës dhe komplikacionet e ndryshme të tyre. Ekspertët shtojnë se rrushi është i mirë për shëndetin për sa kohë konsumohet në rekomandimet e duhura ditore. Ai mund të ndikojë pozitivisht në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj përfitoni nga rasti dhe shtojeni rrushin si pjesë përbërëse të dietës suaj. Ndikimet që do të ofrojë në shëndet do ta bëjnë atë një prej përzgjedhjeve më të mira për të nxitur shëndetin e fortë dhe për të evituar kështu edhe komplikacionet e tij. Rrushi është i mirë për shëndetin tuaj të kockave. Mineralet kalcium, kalium, fosfor dhe mangan që gjenden me shumicë të rrushit do t'i japin përfitime më të mira për shëndetin e kockave. Këto minerale që gjenden te ky produkt ushqyes do të ndikojnë pozitivisht në rigjenerimin e nyjeve dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ndaj mos nguroni që t'i keni pjesë përbërëse të dietave tuaja dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë gjithashtu shumë të rëndësishme për shëndetin e nyjeve dhe jo vetëm. Rrushi është i mirë kundër bakterjeve dhe infeksioneve të ndryshme në organizëm. Vitaminat dhe mineralet që përmban rrushi janë të dobishme për sistemin imun, duke e pasuruar mekanizmin e dur në mbrojtjen kundër infeksioneve dhe bakterjeve të ndryshme. Rrushi cilësohet si një frut i jetëgjatësisë. Rezervatroli që përmendëm më lart aktivizon gjithashtu edhe genet që ngadalësojnë plakjen dhe nxisin një organizëm më të fuqishëm dhe më të mbrojtur. Ndaj konsumi i këtij fruti në vaktet tuaja ditore mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë edhe në betejën kundër inflamacionit. Inflamacioni kronik luan një rol kryesor në zhvillimin e sëmundjeve, siç janë ato të zemrës, diabetit, reumatizma dhe sëmundjet autoimune. Kokrat e rrushit mund t'i konsumoni edhe t'i shtoni të freskëta, të ngrira në formën e lëngut ose në verë, ose pa e tepruar. Për përfitime më të mëdha sugjerohet të zgjidhni rrushin e freskët të stinës. Kështu përfitimet që do të merrni do të jenë gjithashtu edhe më të shumëfishta. Shtimi i rrushit në aktivitetet tuaja jetësore i bën mirë shëndetit të trurit. Antioksidanti luan një rol kryesor në shëndetjen dhe mbrojtjen e trurit, kundër luhatjeve të humorit dhe humbjen e kujtesës. Gjithashtu, rrushi i zi është i mirë për një gjumë më cilësor. Ndonse të kufizuara studimet tregojnë se rrushi në përgjithësi dhe ai i zi në veçanti është burimi i shkëlqyer i melatoninës.
Ky hormon ju jep edhe ardhjen e gjumit dhe cilësinë e tij. Ekspertët thonë se ngrënia e rrushit të zi mund të përmirësojë gjithashtu cilësinë tuaj të gjumit. Rrushi i zi mund të përdoret në sallata, në kombinim me lëngjet ose të hani veçmas si një ushqim të shijshëm. Rezultatet që do të merrni në fund do të jenë mbreslënse për organizmin, gjithashtu edhe në lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët Healthline e cilësojnë përzgjedhjen e rrushit si një prej elementeve më të mirë ushqyes për organizmin. Rrushi ofron përfitime të larta shëndetësore, kryesisht kjo edhe për shkak të përmbajtjes së lartë të lëndëve ushqyese, antioksidantëve dhe mineraleve që ai përmban me shumicë. Rezultate të tilla do të jenë me kontribut kryesor në nxitjen e një shëndeti të mirë dhe lehtësimin e komplikacioneve. Njerëzit e kanë kultivuar rrushin prej mijëra vitesh. Në qytetrime të ndryshme ai është cilësuar si fruti i gjatësisë dhe përfitimet që do të merrni prej konsumit të tij do të luajnë gjithashtu një rol të mirë parandalues kundër inflamacioneve dhe lehtësimin e shqetësimeve të imunitetit. Ky frut është i mbushur me ushqyes dhe minerale të duhura për rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Kështu, shtimi i rrushit në vaktet tuaja ditore do të jetë një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese gjatë sezonit të verës. Elementët ushqyes që përmban rrushin në përditshmërinë e dietës suaj do të bëjnë diferencën e duhur për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Rrushi është një nga frutat më karakteristik të verës, i cili mund të kombinohet gjithashtu në forma të ndryshme me ushqyerjen tuaj. Së pari, rrushi përmban pak kalori, duke qenë se është një produkt i cili është shumë i mirë për personat për të nisur një dietë të caktuar edhe për të humbur kilogramet e tepërt, duke u shndruar kështu në një prej alternativave më të mira ushqyese për ju. Mirëpo, rrushi përmban një sasi të konsiderueshme të karbohidrateve, ndaj nuk është i këshillueshëm të konsumohet nga personat të cilët do vuajnë nga diabeti. Atë mund ta shtoni në dietën tuaj për sa kohë nuk e teproni dhe e konsumoni, sidomos në sasinë e rekomanduar nga ekspertët. Përfshirja e rrushit në vaktet tuaja ditore mund të përmbajë një sasi të mirë të mineraleve dhe vitaminave, sidomos kaliumit, magnezit, zinkut, vitaminës A, vitaminës B dhe C. Edhe pse këto lëndë janë në sasi mjaft të vogla në organizëm, sërish janë të domosdoshme për mirë funksionin e organeve dhe sistemit të trupit tonë. Mjafton që të përmendim këtu vitaminën C, që kontribon në sintezën më të mirë të kolagjenit, përbërësi kryesor i indit tuaj lidhor. Shtimi i rrushit në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar e shëndetit në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Rrushi në lëkurën e tij përmban disa lloje të antioksidantëve, të cilat janë gjithashtu të mira edhe në mbrojtjen tonë kundër problemeve që sjellin në radikalet e lira në organizëm, duke përmirësuar kështu edhe shëndetin. Sa më i errët jetë rrushi, aq më i pasur është ai me përbërës antioksidant, nga të cilët përmendim këtu edhe flavonoidet. Gjithashtu edhe antioksidantët nga të cilët ato ofrojnë do të luajnë një rol të mirë parandalues kundër inflamacioneve. Ekspertët e Healthline këshillojnë vazhdimisht konsumin e rrushit në vaktet tuaja ditore, dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë fantastike për rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e inflamacioneve. Kështu, rrushi mund të luajë një rol të mirë parandalues kundër pagjumësisë dhe problemeve që i kanosen atij. Rezultatet të tilla do të jenë mbreslënse për imunitetin dhe lehtësimin e komplikacioneve në shëndet. Shtimi i rrushit në vaktet tuaja ditore është një mundësi e çmuar për shëndetin dhe lehtësimin e shqetësimeve të tij. Ekspertët e cilësojnë rrushin si një prej përzgjedhjeve më të mira, sidomos gjatë sezonit të tij. Rezultatet që ofron për shëndetin e bëjnë atë një prej frutave më të vlerësuar në dobi të ndikimeve për organizmin dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ndaj përfitoni nga rasti dhe shtoni rrushin në vaktet tuaja ditore. Rezultatet të tilla do të luajnë një rol pozitiv në rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e inflamacioneve. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos e zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.